Në virozës tinash, a ka ndonjë grup ushqimesh apo pijesh që mund t'ja rekomandojmë prindërve për fëmijët e tyre? Pra cilat nga këto ushqime apo pije mund të jenë më efektive pikërisht në virozë? Ushqimet. Supa me perime duhet jetë bazë. Çaji i malit është shumë i mirë për të lehtësuar irritimin e mukozave të rrugëve të sipërme të frymarrjes. Nuk lejohet të jepet mishi, bylmeti, qumshti, sidomos qumshti, veza kur është me temperaturë të lartë, sepse këto janë ushqime proteinike dhe nuk ka gjë që nuk mori proteina një ditë. Do ta marri të nesërmen. Por kanë veti piretike, rritin, pra proteinat rritin temperaturën e brendshme, zgjatin atë efektin e kohën e shërimit të temperaturës, e qetësimit të temperaturës. Pra nuk lejohen proteina, por lëngje frutash të freskëta, jo me konservant, jo me ngjyrues, dhe mundësisht të jenë të stinës.